Meditim për kohën e kreshmeve. E marta e 4 e kreshmës, të bëhemi dëshmitar të dritës së Krishtit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes Nora Ukaj në këtë martë të 4 të kreshmës. Dje medituam mbi Krishtin si dritë e botës dhe mbi rëndësinë e ecjes në këtë dritë. Sot dëshiroj që të thellohemi më tej në kuptueshmërinë e kësaj të vërtete, duke medituar mbi pyetjet si mund të bëhemi ne vetë dëshmitar të kësaj drite, ndërsa përpiqemi që ta shpërndajmë atë në botë. Për sot, le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, vargjet 14 deri 16, ku Jezusi na fton që të jemi dritë për botën. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur në maj të malit, as nuk ndizet dritza për të vënë nën magje, por për ta vënë mbi pishtar, për të bërë dritë të gjithëve në shtëpi. Ashtu të shndris edhe drita juaj para njerëzve, që t'i shohin veprat e tuaja të mira e ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiell. Të dashur dëgjues, Jezusi nuk thot ju duhet të bëheni drita e botës, por ju jeni drita e botës. Kjo është një deklaratë e fuqishme, por është edhe një përgjegjësi e madhe. Si të krishterë, ne jemi të thirrur që ta pasqyrojmë dritën e Krishtit, dritën e vërtetë në botën ku jetojmë. Por si e bëjmë këtë? Jezusi na jep 2 shembuj. Një qytet i ngritur mbi mal dhe një kandel mbi shandan. Drita nuk është e destinuar të fshihet apo të mbulohet. Ajo është aty për të ndriçuar, për të udhëhequr, për të zbuluar. Në të njëjtën mënyrë, edhe besimi ynë nuk duhet të jetë i fshehur, por i dukshëm përmes mënyrës se si jetojmë. Kreshma pra është një kohë e shkëlqyer për të shqyrtuar se si jemi duke rrezatuar plot shkëlqim dritën tonë. A jemi ne një qytet mbi mal, një shembull i dukshëm i vlerave të Ungjillit, apo jemi një kandel nën shinek, duke fshehur besimin ton nga frika, nga turpi apo nga mungesa e zellit? Jezusi na thot, kështu le të shkëlqej drita juaj para njerëzve, që ata që shohin veprat tuaja të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Ky është thelbi i dëshmisë. Drita jonë nuk shkëlqen vetëm me fjalë, por mbi të gjitha me vepra. Veprat e dashurisë, të drejtësisë, të faljes, të shëlbimit, të përulësisë, këto janë vepra që tregojnë dritën e Krishtit brenda nesh. Në këtë kreshme, dërsa thellojmë marrëdhënien tonë me Zotin, ne formojmë edhe aftësinë tonë për qenë dëshmitar të Tij. Lutja na mbush me dritën e Atij agjërimi, na bën më të lirë nga egoizmi, duke na lejuar që t'i shohim më qartë nevojat e të tjerëve. Ndërsa lëmosha na lejon që ta ndajmë dritën dhe dashurinë e Zotit me ata që janë në nevojë. Të bëhesh dëshmitar i dritës së Krishtit nuk do të thotë që të bësh gjëra të jashtëzakonshme apo të mrekullueshme. Shpesh është në veprimet e përditshme, në fjalët tona të mira, në durimin që tregojmë, në mënyrën se si përballemi me sfidat, që drita jonë
të shkëlqej më fort. Është jeta jone e përditshme, ajo përmes së cilës ne i tregojmë botës fytyrën e dashur të Zotit. Të lutemi së bashku. O Zot Jezus, Ti drita e vërtet, na ndihmo që të ecim në dritën Tënde dhe të jemi dëshmitar të saj në botë. Bëj që veprat tona të mira të lavdërojnë Atin Tënd që është në qiell. Na jep kurajën që ta shkëlqejmë dritën Tënde pa frikë, me qëllim që të tjerët të mund të gjejnë rrugën drejt Teje dhe ta përjetojnë dashurinë Tënde shpëtuese. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të martë, ju ftoj që të zgjidhni një veprim të vogël, por konkret, përmes të cilit do ta shkëlqeni kudo ku të shkoni dritën e Krishtit. Mund t'jetë një fjalë inkurajuese, një akt shërbimi për dikë, ose thjesht të jeni një dëgjues i mirë. Lëreni dritën tuaj që të shkëlqej. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim nesër për meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.